E sot jemi në Istogun e bukur. Shohim se çfarë qytetarët e Istogut duan ndryshime në vendin e tyre e çka do ishte pyetja për kryetarin, besini përgjigjet e qytetarëve. Ball. Ball? Qish po kalon Istog? Jo, në Istog vije se po doj 5 ka se Austri. Në Austri, qenë ke mërgjimtar. Mërgjimtar, ja. Okej, pyetja jonë sot është se çka do doje me ndryshu në Istog, edhe qa e kështë pyet kryetarin. Po ti tha po jeton në Austri, po drejtona ndryshe. Po, ndryshe. Ty si mërgjimtar, kur vjen në Istog, çka të mungon? Do të thënë, si është dhani jem, shpinë e kom temën të nëj kompeti. Kjo është dhani më e mirë që ekziston jetë. Pse le? Pse le? Se s'kom pos as buk me hangë. Po pas babam qak, s'kishin, më uditërova më shkuar. E qa kështë pas dëshirë me ndryshu në Istog? Që tuha? Pa e tash, të besa mirë shku kjo ishte ugu, mirë shku. Po pak, që të shku da keq. E saj përket kryetarit Istogut, nëse i kështë pas afer, qa i kështë pyet? Kryetarit me përmu pak ma shumë se ka dalë vishkë shumë. A mundesh me na tregu se qa kështë dosh me ndryshu në Istogun e bukur, ose qka është një diçka që të pengon ty si qytetari? Nuk o kjesë në Istog, është mirë, është ka një sep, edhe punu ko, pak një voda na, kemë problem pak me ujë, dhe saj na ashtë dhe zirët dhe zurët. Do të thot nuk keni ujë? Ko, po me munges pak verës, ja ujë ko, po ko pak me munges verës. Në ashtë dhe kesh përdhimi ka pak i ujë. Tana ju mund ju bënë edhe juve që mos me pas. E saj përket nëse i kështë pas ofër kryetarin e komunës, qa i kështë pyet? Po jo, një po punën, nuk ka që vejtët ma të nështë, po më punu atë në premisuar, e po mirë, nuk po kesë. Se qyshje edhe aje lorë? Mirë, ka pak, si një. Istog i shumë i bukur. Shumë, si gjithmonë. Malet, natyra, oj, gjithë sen. Çdo gjë është e bukur në Istog. E sot jemi arë në ju pyet se qa do doje ti me ndryshu në vendin tënd? Vendin tonë, po të thonë sinqerisht, si komunë është edhe e njoftë. Edhe për ka puna, edhe për ka njerëzimi, edhe për ka gjitha, besoj si nuk kisha dasht asgjë ndryshe. E saj përket kryetarit komunës, çka kishe pyet? Është i shkëlqyshëm, le të vazhdoj, po nuk kisha pas dëshirë fort më na u largu prej komunës. Ma është ma arsyeshme, na e kemi votu këtu edhe jetë këtu. E jo më na ikne për Prishtinë. Disi është në rregull ajo partia, po kështu e kisha dashur. Po friksohesh, mos po ikre. Po, mos po ikre, e të na lënë. Zemra mal po mbuhet, kur në vende ku po shkoj po mi lavdojnë kryetarët edhe po ka përmirësime, do të thotë. Është për lavdat, shifet çdo gjë, shifet edhe preket. Qa kishe dash me ndryshu në vendin tënë? Qa të mungon? Po, unë jam i shatit të verës këtu. Po? Nga 6 km për këtu. Një që ka më thonë për ndryshime. Ndryshime duhet më vojë pëllë, po... Qka ka munges fshati vrell i Istogut? I Istogut s'di që ka më thonë. Unë nuk jetoj këtu që... Po, vrella. A thej fshatit vrell? Po. është në komunë të Istogut? Po. Shkëte si banor? Vava e duke ti që ka më thonë për ata kur gjohë, mas i smeta me këto kohën e fundit bashkë kur gjohë. Kur gjoheqa? Po, mongu ka shumë sene. I kilon lërë? Unë i kom lënë shumë sene kështu që i visë dhe të kalojnë që shdonë se dhe më thonë njëm shumë i dështu shumë sene për shkaj për këtë komunës tonë. Një komunës tonë, po do sene që i kom të përnu, të këtë kom dështu. Nuk më përna e merë kërkush para sysh. E kryetarin e komunës ta kështë pas ofër, qa i kështë pyt? Qa kështë një pytja jote? Kryetari komunës së më nuk bëllë, qa ka mujtë me bëllë. Ka bëllë, është shumë i sinqerë. Ka bëllë në të ndryshimi që ka u deshtë. I ka bëllë. Po pëthush, pjesë e tjera jonë punë që të tërkujna.
na mungon, mas pari nuk jemi kënaqur me pushtetin lokal që nuk ka ba për stogun aq sa duhet, me krahasu me komuna tjera. Pushteti lokal edhe 26 vite mas lufte i ka krejt fshatrat mi vade si qujna pa ujt pijes. Fshati jam Syne, ku jetoj une, është 2 kilometra larg burimit të stogut, edhe nuk kemi ujt pijes. Nuk ka të shtrirë as kanalizim, as kundgjë. Me një fjallë, krahu i mi vadës janë 12 fshatra, janë pa ujë, sot e gjithë ditën. Nuk kanë ujë. Nuk kanë ujë. Sa i përket kryetarit të komunës, nëse kishe pas qëto, me juve bashkë të pi qaj, qaj kishe pyet? Unë e kom pas apër, shumë apër, edhe këto pyetje ja kisha ba qëto probleme që janë ato. Nuk ka ujë në stog, kurse i stogu e ka emrin burim, sepse buron ujt në qytet. Edhe 26 vjetë mas lufte mos me pas ujt pijes për këtë fshatra, kjo nuk ka çka me shtu ma shumë kësaj pyetje. Kanalizimi, që ende nuk është të zgjidhur kërkon as qytet, as në fshotra, as derdhën e koston milion, edhe mbetorina. Mbetorina, ku janë mbetorina, është problem, edhe atje të i qujnë në një deponi, edhe atje është në konveni adekuat. Këto 2 probleme i ka i shtuku. Tjetër problem nuk shë, kësa përket që ka për ujë. Ujë nuk me të kërkush atje, se ujë janë shku gypa të mkejt, po i kanë bëshati, sa unë jam i asoj pjesë, ku po fletë kjo, unë jam i Kërnines. Ujë ka gypa, ka s'ka njerëz, e kanë bëshatis, e kanë shu krejt, fshatrat edhe janë orë një stëllë këtu. A kjo është Jo, nuk jam, unë jam i pamborë, nuk jam i pushtetit, s'jam. Nasi partis jam, nasi partis. që kjo ta kënaq zemrën, kur dikush është bëhet dikush këndër. Kjo në realitet. Një realitet. Kanë bëshatis atje s'krejt, janë orë një stëllë. Që kjo, a din pse ndodh boshatisja e fshatrave tash nëse muj me e thonë në për shkak që s'ka Ja, ujë? sa e vërtet, ndëgjë, nuk ka e vërtet. Rrugët, ujë, që tash e i penkerit, të gjitha janë në nivel. Ti edhe vetë e the, ma mirë se në tërë Kosovë. Jo që po du, po kjo është një realitet. Problemi janë vesh këto dyva. Betorinat, ujnat e zeza, që